jeshile. Jeshile për loperamid, që do të thot jeni duke e përdorur sakt, është rasti kur keni përjashtuar të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe dhe ose po bëni kujdes nëse ju hyni tek ndonjë nga rastet me ngjyrë të verdhë. Keni kontrolluar datën e skadencës. Tabletat apo kapsulat nuk kanë ndryshuar ngjyrë, erë dhe shije. Përdorimi korrekt i loperamid është shumë i rëndësishëm për të patur një efekt të mirë dhe për të shmangur komplikacione. Loperamid pa recetë mund të përdoret vetëm për 2-3 ditë. Nëse diarrea nuk ndalet gjatë këtyre 2-3 ditëve, kjo tregon se ajo ka një shkak të qëndrueshëm dhe kërkon vizitë mjekësore për ta gjetur dhe filluar mjekimin, jo vetëm për lehtësimin e saj, por edhe të shkakut e saj. Dozat për një marrje korrekte janë: fëmijët mbi 12 vjeç dhe të rriturit fillojnë me 4 mg, pra 2 tableta mbas jashtëqitjes së parë, ndiqet nga 1 tablet mbas çdo jashtëqitje. Doza mesatare ditore është 4 tableta në ditë, ndërsa doza maksimale ditore që nuk duhet kalohet është 8 tableta në ditë. Loperamid mund të merret me ose pa ushqim dhe shoqërohet me një gotë ujë. Loperamid është barë për lehtësimin apo ndalimin e diarres. Ndaj gjithmonë kur merrni loperamid duhet të filloni dhe terapinë rehidruese, pra zëvendësuese të lëngjeve, duke shtuar sasinë e lëngjeve që merrni, si ujë, çaj, tresol e të tjerë.